komentoni këtë shpullën e këtij Jozin? Nëse dim fare ç'është. Nëse ndjekim ato më. Nuk e shihni fare katashi, jo. Më zgënjyet, se prisja nga ju këtë. Mos shohësh tani edhe shpullën, ishte e goxha shpullën, kupton? Gjithë shqiptarët kanë fol. Çish çu. Amër vllai, shpullë me shpullë. Si jeni? Mirë. Zotëri, si jeni? Ai patë se është bërë shumë lajm ndërkombëtar, madje edhe Trumpi pritet të reagojë për të shpullën që i tha ky Jozi gjesit. Seriozisht e ke? As më interesojnë fare që këtu për mua janë pislliqe, budallliqe. Po flet gjithë botën, Trumpi është duke reaguar. Ka lloj mosa që mund flasin. Por pritet të përshkallëzohet në luftë midis Kosovës dhe Shqipërisë. Jo? Kam dorë as ju, as te dhe as... Por arrestoi policia, pa liroj prapë sot atë pa. Ja liroj, Jozia fulli shpullën. Tau, direkt. E pa atë shpullën e Jozin ndaj Gjesit? Sa nuk e marmonimin me pa. Po pse po flitet si të përshkallëzohet në një përplasje luftë betejë midis Kosovës dhe Shqipërisë, se ajo është. Jo? Ata janë rrugat që janë futur të mbrëmje. E pas e pa domethënë. Unë la fosu jo me Saljum. Kur Saljum? Saljum, dhe kam miting nesër. Kam miting nesër dhe thuaj si ke kaluar. Ja, e kalo ke vizat e bardha. Prit se erdha. Si jeni, ku e? Mirë? Një pyetje, po pastaj po pres. Mirë? Jo, ka hije, ka pemë, ka gjëra të bukura. Interesante. Si jeni, a e pa të shpullën e Jozin ndaj Gjesit? Që e goditet e në shpullën? Po, edhe. Si e komentoni? Shumë negativ. Po, shumë mirë e bëri, si e bëri shumë mirë. Shpullën e Jozin ndaj Gjesit në Big Brother? Ja, nuk shoh ato. Nuk është e fare Big Brother? Pse? Rapa. Si u pëlqej? Pse nuk pëlqen do? Jam burr i vjetër, jam për trit. Po e goditin shpullën, si është? Ase ti fare, bën çfarë dojnë ato, çfarë bëjnë? Çfarë bëjnë ato? Hë? Një dhe persona për si... Nuk ashtu, çfarë bëjnë ato gjithë i kanë bë. Janë shah, janë rraf, janë bokshu, gjithë ashtu. Po tjetër jo, Unë sa një gjë shumë tapa, iki lujlojnë kompjuter. Lu kompjuter që lojnë është lunë? Murlan, shumë vetë me letra me gjona, kështu lojnë ndryshme. Nuk pëlqen ata. Nuk pëlqen këto, do të shohin shqiptarët njerëzit, do të shohin këto lloj. Sipas dëshirave, kush i pëlqen. Mos pëlqen. Po ju vetë, a do ta pranojnë një shpullë, për shembull të godasi dikush me shpullë për 100 euro? 100 euro, e majmë kurriz dhe hypë maldajtit, 100 euro. Edhe me shpullë rrugës. Edhe me shpullë rrugës. Mirë. Ajo është gjithë, ka fillu qytë sportet, që janë bo bijos. E në kjo është bijos. Po tani që kur të hapin e bas e live, kështu. Bijos e gjithë për dhe... A ti kthej tani gjesti Jozit për... A i thot, ose do fitoj, unë thot, mi e blej kaj, ti ndajmë për bërë. E arrestoj policia më Roma dhe, e mori policia, sot e lirë prapë. Po kjo i rastës kjo është... Si ka mundësia? Tu po pa të lek, vrit, therë, bos, s'thot një gjo. Po janë prek jashmasë shqiptarët, janë prek shumë. Pritet që mund ketë edhe një përshkallëzim lufte midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ja, s'po ki. Ajo s'po, kur. Nuk bonë, Shqipëria, ne jemi shqiptarë, ishte një. E di dhe ti. A ti bim Vlorës. E di dhe ti. Jo, se di unë dhe. Mos bo shëka. Shka lezet, se si i vogël. A ti bim Vlorës. Qoj avionat me bëmbardu, shku në Itali. Po këtë shpulla që në javin këtë çdo ditë ne, se s'flasim për të shpulla që hajmë çdo ditë. Po, ike folti për deshe, në shkoti din demonstratet, vrasin 4 veta, ik dit për deshe. 4 veta vrauti ai, din demonstrat, din latë protest. Ik dit për të majti. Ta fulle, ishte të qunë imo ty, sa një gjoj, qa hiku. Se shë duhet të ty, po hajde me shojt një, thë. Tu ka morfu Shqipëria, nuk bërë Shqipëria me shqiptarë. Nuk bërë, po kanë Amerikanër, bre, kanë do tjerë dhe kanë do kush. Amerikani nuk du me ashu, po i ka pasi farë drejtja jenë Verhoxha që thotë është Amerikani është gjandari ndërkombëtar. A i shkoj biktit, dukte, duhet e bosë mas qefit. Po ti sa the pra, tani vetë nuk bëhet me shqiptarët, bëhet me tuaj. Bëhet me Gjermon. Me kinën. Ja, kinezët. E kena provu, a? E provu me bashkinë e sovjetikë dhe me kene. Me Gjermoni është shtet, tamam, me regula, me ligje, me gjitha. Pritet filloj lufta. Anglia. Pritet filloj lufta në Gjermani tani.
Të Ka kriju shumë kështu precedent ky Trumpi. Po. Edhe në Zoom diku me i ven aty që thonë që po bëhen gati me ushqime, me ashtu, me ashtu. Çfarë bëhet? Po. Ti e ke bukerit atë? E kena pa, e kam prish. Se ke mua? Po pse du të kishim rrit paktën për enver nga enver ta kishim rrit bungerin paktën. Deri të shi për shkakun jemi në ato ujëra. Nëse avancon kjo kërcënime të gjona. Tynelet, jo më tu e kemi. A ke tunelin? Aty një ta. Kene vend për mua po? Sa tushën për gjithë lagjen për ty. Pse se ke ti? Jo, s'kam. Gabim kam bo pallap. Zotnit për shnes, t'jeni mirë. Kujdes rrugës mos harroj shpull, paktën bë kontratë për 100.000 euro dhe hajde gjuhë. Gati. Unë nuk e kam pa. Me çfarë shpullë? Asgjë, por aty do falen ato prap. Do falen njëri tjetër. Si thash shpullë? Nëse janë njerëz. Pastaj nëse po jo. Mua e hapi. po leta keto po. E hapi krau. Po nuk është njeri ai. Edhe arrit ti thoshesh pak. Ai nuk mund të jetë. Ai që qellon gjithmonë është i humbur. Asnjëherë nuk është i fituar. A mund të ketë një lloj dakordësie me njëri tjetrin që do ta bëjmë të gjë, thonë. Po edhe ato i bojnë për të fituar lek. Unë mendoj se ndoshta kjo ka qenë edhe për të ndodhur për të hequr vëmendjen e çelës fushatës nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Për të rrequr vëmendjen apo vëmendjen, po. Dhe mos ken njerëzit interes tek politika. Po kujt i plasi se u rrafet ti me mua. Ja të zgjemi unë ty tani do vit na ndihmoj kush? Kush do godasi këtë? Do më godasësh ti mua pra, se unë nuk s'ma bën zemra të godas. Po unë po të godisja nuk isha këtu në këtë vend. Budallaj të qellon, i zmençmi asnjëherë. Po, trimi kur nuk qellon. Sot tregojnë trima dhe mburren. Jo, ai nuk është trim, aty nuk ka tregu trimini. Aty ka tregu domsi. Trimi është ai që di të fal. Tregon tolerancë dhe falje. Ai që di të fal, ai di që të rriqet, ai që nuk të rriqet, ai kamaro. Në mos me ty do me tjetër të haj. Kështu që... Përshëndes të gëzoni shtetë, t'jeni mirë. Nga e ti djali? Unë nga Lushnja. Nga Ushnja dhe ti? Lushnja, Kam i tu pak ko. Të përshëndes, t'jeni mirë. Lushnjarët janë njerëz të butë. Nuk e di si ndjen veten ti, po. Unë njoh për njerëz të butë. Ashtu janë. E përgjithshme. Ja, të marrë dhe këtë zotërit. Keni ardhur për luftë? Keni ardhur për luftë? Po, me luftu, po. Keni ardhur se goditi Jozi gjesin me shpull. Urna? Jozi goditi gjesin me shpull. Pra një shqiptar i Shqipërisë goditi një shqiptar të Kosovës, i ran shpull. Po, më mbron, po. Po, si unë djetë, nga jeni ju? Po, unë jam nga Kosova, nga Prishtina. Si unë djetë? Nuk unë djeva mirë. Unë nuk e shiqaj, po e poshtë sot në disa inserte. Po? Nuk e shë Big Brotherin pra, por e po nga inserte. Jo, fare së më interesan. Nuk e shë? Jo. Po, a gjesti A gjesti ke shumë, na e shumë i keq, i pa përgjegjshëm shumë, pa asë gjatë mirë në këtë botë për Shqiptarin. Unë jam nga Kosova, por unë e duket shesin Skënderbej, kur vjen zemra më hapet. Bravo. Për arsye se e du Shqiprinë dhe e du popullin shqiptar, ku dë që t'jeton ai popull. More edhe në Zelandë dhe në Australi dhe në Amerikë, ku dënë, si ta përmenem në shqiptarit të një ofruna. A do të dënojnë të Jozin? Pëllohë në që t'jem në veç aj që i ka ra, do të dënohet, edhe nga populli, edhe nga pushteti. Protesta, do të nuk e di për protesta. Jo, për bashkohen shqiptarë, si po kryot përçarje. Jo, përçarje s'bëm më kryu. S'bëm pra, po... Absolut, shqiptarëve nuk na vynë përçarja. Ju e lexoni si sigurisht përçarje kjo që ky goditi? Nuk kam përçarje. Jo, përçarje nuk e marr. Është çështje individuale. Bravo, personale tyre. Po, personale tyre, cilat ata kanë... Policia arrestoi mbrëmjes Jozin, sot e nxori prap. Nuk e di unë, ato punë të gjykatës policisë nuk mirën me të. Mos ishte një show që to e liruan tani, mos është bë për gjithë për show, kanë ra dakord edhe Jozin edhe gjesti me njëri tjetrin, jo po ti do të godasësh. Unë do bëj sikur do hidhem. Si që? Javën tjetër finalja për 100 Si që me të tregu drejtën. Unë jetoj në Suedice, si që unë jetoj në Suedice 35 vite. Jo, hiq ma pak, sa që më të thu për Stockholm. Por, po të tërgoj një diçka. Policia edhe në Kosovë dhe në Shqipëri nuk më pëlqenë shumë, se si thasht njeriu që ka
njerëz ka sa nuk mirën fort. Nuk mirë kum provuj, kum pa edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Kurse në qoftë shtetet perëndimit nuk lirojnë çashtu bashkë, që ti mendon si intereso kush je. Është ligji valla. Vetëm ligjin e respekton, me ligj mirët. Po këtu i bjezi edhe shteti, edhe policia, edhe Top Channel, edhe Jozi, edhe Gjesti, gjithë to kanë rënë dakord me njëri tjetrin për të bërë një show kaq të madh. Që ne të dy të merrem me ta, të japim vëmendje edhe të krijojmë për Ajo është çështje tyne personale. Nga ajo që ndodhet ty që zgjat jo më shumë se 2 sekonda, po merren shqiptarët me njëri tjetrin. Po Unë po them sharjet edhe fyrjet është mirë me i lanë. Unë po shoh për mediat ndryshme që po fyhen njerëzit. Fyhet njeriu pa pas kur gjë. Pa pas asgjë fyhet, nuk është e mirë fyrja. Është mirë që ta pastrojmë të rinin, ta pastrojmë nga kjo. Sepse rinia, ata që janë më të vogël ata mësohen nga klasa e parë, thënë po do ka me fy dikon për më pas diçka. Po na duhet realiteti, puna, edukimi, shkollimi. Po, që 35 vite. Kom punu në arsim 28 vite në Suedi, tash jam pensioner. A që jeta ime është, mirë po unë e dukit. Po të rikthesh dhe njëherë në kohë, kur jeni nisur për shkuar atje, të zgjidhni Shqipërinë dhe Kosovën apo të shkoni sërish prapë jashtë? Valla për momentin atje. Atje prapë. Jo, nuk mundem për arsye se po nuk funksionon ligji për burr, unë të tregova. As Kosovë, jo? Hiç. Shtetet Ballkanit, hini cili dush shtet, dash Bugaris, dash Greqis, dash Shqipëris, dash Kosovës, dash Maqedonis, nuk funksionon ligji si duhet. Unë jam mësu ku funksionon ligji. Ligji i don të gjitha, e don të bardhën për të zezës. Gjykata nuk është e implikuar vetëm në ato që ti e jep. Vetëm në ato që ajo ka vërtetuar se është e jotja. Shuplaka, shtyrja nuk është e lejume. Ca dush ta kjesinatjo nuk janë të lejume. Muj me të folë diçka, me të shty nuk muj, me të ra nuk muj. Është e ndalume. Është e ndalume rrepsisht me ligj. Thu çka dush me goja, me të prek nuk ban. Vje keq që po shprejna kështu. E ju përshëndes, e ju uroj sukses juve të gjithëve, edhe dukit popull ma shumë se vetën. Ju lomet mira të nderum. Ditën e mirë se do t'iku, sa autobusi tash edhe pak iku. Përshëndes. Që themu mu duk se ondër e gjithë kjo që më fole, mu duk se ku për e gjoja i e honi që vind të më thriste. Kjo është realiteti jotë, kjo është realiteti jonë. Jemi shumë larkë njëri tjetëri. Unë ashtu mendoj. Duke si kur foli gjutë huj. Unë ashtu mendoj. Të përshnes, ti është mirë. Ta gëzosh jetën. Si do mirë me klientët. Me klientët. Si ja po kemi analizin. Analizin tonë të Big Brother VIP Albania. Për Big Brother në ke lafim. A, mos më pyet për shëtës. Pse? Nuk e ndjeka? Shdo të ndjeka jo këtë degenerim. Pse degenerim? është televizion elitash. Janë gjithë VIP-at e Shqipërisë. Ato janë falë që shtu thonë një lafë të shi. Po thuj të shi, a ja futi shpullë më rama ty, e pe mandu ja futi shpullë ati. Qa të kitë? Vipa me pa brek me nërë nuk... Pa ripa? Më është qeto. Po kjo shpulla, si du kjo shpulla? Nuk e kam pa mëram, se faktikisht s'kam televizor. Prandaj si diqke ti, prandaj Jo, se kam... si s'pasë televizor. Se kam televizojnë tu, se kam ardhë në shtëpi të re, e jem të u bon, falendej, jem të u bon sa riparime, sa shumë. Se është bërë për të fut, akoma me i e shumë. Po je kundër Big Brother i pra, na jep një kështu i mesazh fort. Unë për vetë time, asë një sekundë nuk e lejoj. Ore, tani që po marrë Big Brother, gjithë thonë jemi kundër, kam 3 muaj, 4 muaj që e shohin. E mbyll një herë për gjithmonë. Se ke pas herë, Jo, për pa, kam po, se s'kam që atë bëj. pastaj të rhoqe. Nuk ka shkoj, pos nuk ka gjëna edukative, gjëna vetëm për shkatërim, degenerim. Kur është më mirë me e pate, mas 12 apo para 12? Mas 12 kur fillojnë seksin në përvetëni. Sekse kanë gjithë kohës. Po le, për shumë. Jeni kundër këtyre lloj programe. Unë për vetë time jam krejt Çfarë kundër. të shohim Edi Ramën, shohim Berishën, Po. Lulbashën, të tjerët. Edi, jo se është shumë,
Unë të them me ndërgjegje, socialist jam. Çfarë? Socialist, po jo me dokumenta. Jo, pa dokumenta, socialist pa dokumenta. Po. Me hipotekë, gjona, certifikat. Jo. S'kam, po si e simpatizoj më pak se sa e shumë. Me demokratike nuk jam se janë të gjithë kriminellet janë inkuadruar në atë parti. Me në krye salin. Sa leju agenti u do bës, kushen i pari faslishit, ka gruja Slobodanka, po më, të thëmë me përgjithësia. Ti i shikut I shikut je? Jo, s'jam i shikut. I cies. Po ti isha i cies, nëse po... Më ndjek herë pas herë ti këti. Ti isha i cies, i kisha zhduk që të kretë. Sho të gjitha? Po për zotë. Kisha zhduka? Ok, ma. S'ka në shtu. Po kush është ti thua është më i mirë e Dirama, thutje? Qa ka po mirë e Dirama? Jo. Jo se është i mirë, se e ka thënë në vete. Jo se e më i mirë unë, thë, po nuk ka qetër më të mirë. Se edhe këto tani, i shpull i ra, i thë, jo për i ra vlaj, shqiptar i ra vlaj Kosovës. Pa ta e në lejtarë, lujnë e ti personajë, shti dhe ka Kosova me Shqiprinë, du me thonë jo për përqarje, gjona, shti dhe ka. Edhe një të ti mund të trojme të një të La erdi ka ra Luizit, ati... Jo, ka ra kjo Jozi, është një Lozi, se ka i... Gjozi. Pa ka i prape Gjozi, më duke që pa të dalë më një. Bravo, La. I ra, i erdhe arrestoj policia, sot e nëzori pra policia. Tani ti menon që janë lojnë po të këtyre vetë, po të produksioni, po të Big Brotherit, apo ka qenë diçka e momentit, e qastit e vetë? Ja, e do ke qenë në diçka e momentit. E momentit, po? është finale e javën tjetër gjithë? Mendjen sekundare. Po le se o planifiku se kush dhe e morat. O planifiku e punë është. Por, ka dhe fjalë tjera që thonë që e kam boj qëllimisht nga që Rama hapi fushatën më rëm, edhe në kryum të ngjarjen tjetër ato që mos kishte vëmendje ke Rama. Ja, mos ai që e ka ndërmend sot e heq vëmendjen për Ramës. S'ke tjetër më të mirë. Nuk i jepet votë Salihut, harroje qatë punë. Ishte në Bulqis, pa qenë një kryetar komiteti e pa në vunë. E thënë, u mlodhën të heqim. E ka bon këto, e ka bon shëto, e ka fut njështë e vetë në punë e gjithë të. E dhe më ti drejtusin me lejër, të thështë ata thëmë një lafë. Pa, dhe folë. Dhe shki njështë e vetë i pas ka rregulluar. Me shpije, me punë, po. Do t'i metet ko, thështë, të jetë në ka ne, ta bëjnë e punë në për ne, thështë. Kurse me heq këta, me vunit jetë të trija i do të filloj ka, para t'u i rregulluar njështë e vetë. Mos e se gjumi. Është ma mirë. Mos e se gjumi, se e mirat mjë sytë. E keqja është e që të bone, po së të hongi kjo këtu, jo se nuk e lanë, mos e ne. Po të gryu. Se lanë të tjerë. Po të mushtë të se gjumi të rritë të theshë ty të hasi komësët. Po filloj demonstrata. Jo. Pra, edhe i ka ranë atë rehatin. Nuk e se gjumi, se ato që e kanë... Një dy thot ka, flet për 2030, thot do shkojë Shqipëria në Europë. Qa ka një projekte si të sotasin së projekte? Shqipëria në Europë do të shkojë se zbënë sa vendi më strategjik për çdo gjë. Për t'ja fut, nga gjitha... Nuk është, se asë njëherë Europës në ka deshtë. Europa në ka lënë të coptuar që kaq vite, të arësh. Ja, mori me këtë analistën tjetër. O, Jullo, përshnes, të kene këte? O, Lalit, gjo, e pe më rëmë që anodhi më rëmë? Jo. Shpullë, lozi, gjozi, Lalit, të lutem pa kamera ta shiri. Jo, me kamera jemi direkt transmitim me satelitin, për shpërndat në gjithë botën. E po mirë ta shi më flitë, se nuk du ka lasë unë kam edhe burë shpjën. Po më vje keq me Lalit. Ta shi të fillojmë. Po të fillojmë, jebi, o në rekord. Big Brother, skandali moll, jo zi godet gjesin shpull, lao. Unë nuk e shoh fare Big Brother. Po nuk e shoh fare, nuk kam qartë. Qa menimi ke? Po qa menimi kam nuk e shoh. E di pse nuk e shoh, se aty është bordello. A, të lumë. Po më një gjo pra. Falë, oke, vazhdo falë. Tan, jo, s'kepse të falë, është respekton. është bordello dhe është prostitucion. Big Brotheri është bordello, prostitucion, po shiten femrat.
po bëjnë seks femra dhe është bërdello për mua. Edhe duhet i qetë fare. Ka që? Po kaq. Po si njerëzit prap nuk këtë e kemi thonë disa herë. Lali, po kjo shpulla, si ka kalu për te seksi, ka kalu dhe shpullat. Ka mu si, kur flet me mu, jam me kamio, do flas pak me seriozitet ashtë. Me seriozitet? Ka kalu me shpulla për qarë. I ranë shpullë më rome, ti që shpullëve? Do të shofësh e videon? O Lali, më falë. Shive, Lali, shive. Po kush i ka ram... Këti se më ka malit... Po nuk i njo fare, më... Ja, me Lali, shive. Shikon. Ja, vetëm shive son. Një gjo. Mos janë vra për ato prostituta që janë mrenë bordello. Po kur nuk e di për qatë flason, të lutem. Po për qatë, pse du të në dhe kjo gjoja me Lali? O Lali, tash unë nuk e di qa ka ndollë që të flasë, nuk flasë do... Po nuk e di. Një shqiptarit Kosovës i ra në shpull. O zemra nuk më kuptove. Ka fillu të një Se do iki tash i zoku, të lutem. Do më një gjosh 2 minuta? 2 minuta pra jebi. Më le të shprehem. Jebi. Kur nuk e di si është ngjarja, nuk jap dot shpjegim. Edhe kjo, mas asaj psikologjisë si me që jam me psikologe, kam ndodhur për një femër që janë aty. Jo, për kam bu për çmime si javë tjetër është finale, o Lali, për 100.000 euro. Tash ti, me që i kam për çmim që po thotë ti, me që po pa thotë ti. Shive kënd vështrim sociologjik, jo psikologjik. Po mi ta kthejun përgjigje. Kaloj si edhe sociolog apo jo? Pa a i diti, pa ma thuti mua. Është rivaliteti. Është rivaliteti. Rivalitet? Për lek. Bravo. Me që është... në fushën ekonomisë. Unë jam e gjithashme, thashjer, kaq kisha. Po përsa i përket se unë e shoh pak në një prizëm tjetër, të politik. Po pra më flit, politik. Dje është hap edhe fushata e Partisë Socialiste. Po jam e politikës, kam marrë shkollë për politikë. Për politikë. Vazhdo. Tani, a mos ndoshta kjo është bërë me skenar që të rreqë vëmendje që mos të ndjekin fushatën e Edi Ramës? Të lutem. Jepi tani. Tash do mlesh mund të shprehem. Okej, 2 minuta tjera. Kjo nuk ka lidhje fare me fushatën e Edi Ramës, kjo është mrena Big Brotherit. Po pra, po njerëzit janë jashtë, shohin edhe Big Brother edhe fushatën e Partisë Socialiste. Dhe njerëzit tani orientuan gjithë ke një psikologe, po flet me një diplomate që kam qenë, po i kam gjitha, i kam. Tashti, nuk ka lidhje për mu, nuk ka lidhje me atë për vota. Nuk ka lidhje. Po në geopolitik, se edhe vetë Trump i ka reaguar. Po në geopolitik. Edhe vetë Trump i ka reaguar për të ngjarje të pa precedent. Për mu nuk është ngjarje e madhe, më le të flas. Nuk është ngjarje e madhe se kam pa dhe ngjarje më të tmerrshme. Kjo nuk është gjë fare, kjo për mua është një lojë. Edhe është bë me që është e konkurenca lekëve, është bë punë për lekësh. Edhe e them, ma psikologjisë time, këtu duhet ke qenë dhe një femër pa tjetër mrenë. Femra është ajo që fut të... Shejtani shishe. Për mua është kjo, për mua. Tashi nuk është konkurencë për politikën, se politika nuk ka lidhje fare me Big Brother. Por s'ka lidhje për ka njerëzit, nese. Jo, do të kalojmë një pikë tjetër. Po për mua nuk është. Ti Lali vetë për lek. Po të lutem, po nuk për mua nuk është kjo, është për lek ti të pranosh të hash një shpull për 100 euro. Lali, më fal, dhe një sekond. Për mua nuk është kjo për politikën, është mes Big Brother për një femër. Për një femër, ka i femër aty në mes, ë? Pa tjetër. Është njëona aty që i bën atë. Ashtu, dhe do dali kjo konkurenca mes lekëve. Tashi më thuj këtë tjetrën. Vetë ti do pranosh të hajë një shpull për 100 milion lekë? Unë e kam bërë jetën... Dinjitet, ke dinjitet. Po, të flasë pra, unë e kam bërë jetën me dinjitet, edhe kur kam dashuruar, nuk e kam fut lekun mes. Mes, asje, po fut lekun mes? Jo, kush e fut lekun mes, për mua është... Sa minuta? Nuk e di jetën. Unë kuptoj jetën pa lek në mes. Unë e du... Ate që du fukara, po jo me lekun, nuk kam sinu asjer lekun. Asjer lekun? Asjer. A pritet që të ndodhë një luftë të tretë botërore me këtë që ndodhë me disgjestit? Tashi po. Me disgjestit dhe Jozit? Tashi luftë të tretë botërore no si sa, i themin e italisht, nuk i djetë. A, nuk di gjo, nuk ke fare informacion? Lali, prani kjo... Me ato që kenë... Shikon. Burime tuja... Për qinë më luft me qinë, se s'po të kuptoj, luft e tretë botërore e kush. Gjithë botëve, luft botërore, që ki fjalla, botë. Tashi mes Rusis dhe Ukrajinës? Jo më gjesi dhe Jozi. O dhe ma ta mbyllin për sondoj këtë ashti. Këto të dy, unë nuk i njo, po them
nga ana ime. Ato e di si e kam punën. Se unë po nuk e pash, po nuk qesh në thellësi të veprimit, nuk ja do shpjegim. Ato e din historinë e vetë. Dhe pa tjetër ka një femër mes. Është femër, pa diskutim, nuk është vetëm çështje leku. Jo, nuk është vetëm çështje leku. Është çështje për mua, më fal. Për mua është çështje konkurrence. Konkurrence për femër. Po për femër, se gjatë jetës time se kam qenë në Itali mes femrave, kam bërë jetë të qefi me pak fjalë. Jo, unë i them dhe kam thonë. Le t'jem live, se unë janë shumë e thjesht dhe e sinqert. Femra, këtu është pa tjetër një femër. Femër, ha? Femër me femër. Kjo është. Ka që? Nuk ka lidhje, po legu i ngatron më shumë njerëzit apo femra? Kush i ngatron? Ai unë kam shëtit dhe Evropën dhe nuk kam synu lekun. Me punën time e kam gjerë lekun. Po nuk e kam bo jetën për lek, e kam bo jetën për jetë. Kam punu, kam jetu me dersën time. Jo, jetën që kam bo unë jam shumë e lumtur. Të thash, kam një vota në Itali, 1.32, 1.31, në Itali isha 13 vjetë, po leku se kam bo asnjëherë mes. Kam bo jetën time për qef, kam shiu jetën, jam shumë e leku se kam bo asnjëherë mes. Lekun, unë jam e mjaftueshme me atë që kam. Kaq. Kjo është konkurrencë, pa tjetër mes femrave 100%, se unë kam 20 vjetë karrierë që e njoh femrat, edhe në Itali ka ndodhë kjo. Kjo që ndodhi këtu të neve. Kjo me jozin e te, Po, ka ndodhë, si ky ratin gjashëm, dhe femrat kanë qenë mes. Femrat. Po politikë, janë femrat mes të që ngatrojnë gjonat të që... Te kjo Big Brotheri? Jo, për politikën dhe. Më falë, te Big Brotheri e more përgjigje? E more, po, e shumë i qartë. Janë femrat që ka shti nga tres këto të dy. Po, ato janë. Pa tjetër. Kurse për politikë... Po femrat kanë interes ke legu, apo jo? Jo. Është edhe punë dashurie, punë xharrie. Punë dashurie dhe punë xhelozie këtu në mes. Nuk ka lidhje fare, e? Mas asaj time, sa po më pyet më. Po ty më lale vetë çështën. Është punë. Femra hynë ku është dashuria mes mashkullit dhe xhelozia. Këtu është një konkurrencë. Për mo. Nuk ka ty leku fare për mo këto. Kaq kisha. Tash isha dëshë me thonë se harrova. Atë pyetjen tjetër se harrova. Pyetjen tjetër. Që dhe ti në politikë femra, qa bën? Jo, e kishë për politikën, për politikën. Qa bëjnë femra? A ndërhynë edhe në politikë femra për ta... Ndërhynë. Se gjatë jetës time me femrave, kam pas konkurrente, edhe vetë... Vetëm një sekund, sa ta verë së më hyri shqiptovës. Të flas apo jo? Edhe femra ndërhynë politikë, kush e merë burin më pasanik, edhe janë xheloze kur tjetra ka ministrin, generali, kanë pasur raste nga jeta ime. Jo, jetë personale, më kanë hyrë femrat mes, edhe unë nuk kam qenë as xheloze, po rivale kam pas edhe kam. Unë jam një njeri i thjeshtë, ata femrat i bëjnë këto punë. Femrat do të mira në botë janë shqiptare të po... Shiko, në Itali ishin gjithë femrat e botës. Femrat nuk i vej më të mira shqiptaret, se cila femër ka karakterin e vetë. Ka që kisha. Karakteret janë të ndryshme. Dhe ty si të janë dukë, kush kanë qenë nga eksperienca me ato që ke nga parë, ke eksperienca, takuar? jo i kam takuar, ty? se unë kam të thash, 16 vjeç kam fillu jetën e bukur dhe jam shumë e kënaqur. Bravo. Tash ti rivaliteti është me çdo femre dhe italianet e kanë konkurrencën. Çdo femër ka rivalitet femrën. Po. Kush është më të mira që janë Ajka? Më të mira nuk ka Ajka, leti se shflasin nuk ka Ajka. Shqiptaret nuk janë Ajka. Nuk janë? Jo, gjithë femrat janë njësoj. Nuk janë më të zgjuta, më të bukura, më kështu pelivone? A i do përgjigjen time? Kam pas në Rom gjithë femrat e Evropës. Të gjitha isojnë. Jo isoj, po kanë ndryshon karakteri, po jo si janë Ajka shqiptare, të kanë gabim shqiptare. Nuk janë më zgjuta shqiptare? Jo, nuk hynë fare. Po pse në pasën ashtru kodë, në pasën thonë që të një... Prandaj është punë, kjo puna që ka ndonë Lali mas me nuk është punë leku. është punë femrash? është punë femrash, rivalitet për meshkuj. Për meshkuj. Pritashi. Jo, është punë për lekun, talim lekun më janë. Për mu si femër, kam pasur rast që janë
janë zi për meshkull nga xhelozia, nga rivaliteti, dhe tashi leku o sekondare për Pas mua. kemi jetu kot me Lalin. Prit, leku o sekondare në jetën e dashurisë. Kjo është punë femrash Se për ti rivalitet. mendon se ka dashuri, Më fal. Kjo është punë dashurie, xhelozie, rivaliteti mes femrave me këto dy meshkujt, pastaj hyn leku. Nike Lali, se ti ka autobusi. Jo, autobus, jo se unë jam qëllon të Tiranës, unë të Ai gjimnat. këtu, ai këtu ti, harrova. Kaç kisha? Tha një tjetër që të vi autobusi. Leku o sekonda parte, majmon, kush e bo dashurim për lek, nuk di që jo jetën. Për Big Brotherin për ta mbyll Ja, goditje po mos e kaq shifni, kisha. mos e shifni Jo, jo, për Big Brotherin, unë nuk jam, nuk ose po jo ofendoj, po unë, mesh po shova aty, Nuk e pranon, aty është bordello prostitucion, se në Itali, i pasër në Itali, bordello dhe... A mund ta qymë shtëpia me famshme publike? Jo, më fal, kam një kritik, Po. më le të flas. Jepi. Prostitucione, bordello që të bërë seks, më le të asaroj mirë për seksin, mes publikut quhesh prostitut. Po, Dhe po. ato po bëjnë prostitucion me zhjith Haptas. publikin të keni qik turp. Ja zëk. Kjo është. Kaq. Mirë Lalit, përshëndes, ke bo analizë geopolitike, mu më pyet se psikologjike, fantoshkencore. Kjo është e mon. Gjitha Tashi më fal, prizme. ku ta shohim? Te kanali Pisk. Po nuk e di çka kanali. Në YouTube, Pisk. Aha, vetëm ajo jep. Aty e ke, aty po hyre aty ajo. Çdo gjë që të kesh më pyet mu se unë i di. E di Lali, e di ti rrofsh, faleminderit. Kjo se ke është. idenë sa njerëz kanë gjetë zgjidhje nga fjalët që keni thënë ju. Po. Reali se ke dalë disa herë ke unë Po, apo jo? kam dalë te ty dhe këto Edhe janë, ka këto që njerëz- themun janë reale. Janë vërtetat. Janë Njerëzit vërteta sot reale. ne jetojmë gjëra që nuk janë Po. proporcion me atë të vërteta. Kishim mendime të ndryshme, është kjo që them unë. Në hape syt. Po, Përshëndes. për çdo gjë më pyet mu se dal nga jeri. S'bëhet fjalë, vetëm kur ti mbledhesh. Tjetër. Mirë. Hajde, rojë gjithë Të mira. përshëndes.